Zgjedhjet lokale mbrëm përfunduan, me këtë edhe përfunduan premtimet e kandidatëve, të cilët ishin në garë për të udhëhequr me komunat. Me komunën e Tetovës do të vazhdojë të udhëheq edhe në 4 vitet e ardhshme Bilal Kasami. Qytetarët e Tetovës, sot të anketuar nga televizioni Koha, presin që Kasami të mbajë premtimet e dhëna në fushat dhe të vazhdojë të punojë për të mirën e të gjithë qytetarëve. Kërkohet më shumë pastërti, më shumë infrastrukturë, parkingje të rregulluara, trotuare të lira për këmbësorët e kështu me radhë. Qytetarët janë optimistë se Kasami do të mbajë premtimet. Populli ka vënë ndryshimin edhe mandatin e tij të morë, a më do të punojë edhe më shumë. Jo vetëm rrugët. Rrugët janë mirë që i ka bë, edhe ajo është një plus. A më parkinget, kerat, trotuaret, ka e presën punë edhe më shumë, kënë premtuar shumë. Inshallah i mbajnë. Amon duhet, financa duhet për shtetisht e qeveria sa da përmbaje, sa da asush, se këtë merësh, këtë asuj amon. Pastërtia, trotuaret, insënt, ku me hecë, që ta shkemi dalë, zdi shkerin ku me lënë. Premtimet, shëndetësia duhet, arsimi, shkollat, fëmijët, qerdhe duhet. Të vazhdonat veprimin e punës si ka fillu dhe mendoj se ka bërë disa që janë ndryshim ka qyteti, nuk duhet merre me akuza se e të tjerëve, por ka për të tjerëve ka ndryshim të madh ka. A mendoni që do t'i mbaj premtimet? Mendoj se e njoh personalisht. Mendoj se është prej atyre figurave që i mba premtimet. Gjithmonë se në 20 vjetë të kënë kanë, dishuame në këto është e do të kesë ndryshime, e nuk është gjojnë e keqe, po mendoj që ka përnauen dhe përnuaj, e është të përnauen të to, se ne dhe shoham ma të kjene dhe vlerësim populli, puna dhe dëftoje. Shpreqem të që rezultatit mira më të që. A mendoni që do t'i mbaj premtimet? Po, mendoj. Bilal Kasami t'japë mandat njëm 100 vjetë të mbajt e tovën, o këni këtë pëllogin e ka marrë, gjitha mo. Ndryshe gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të vitit 2025, ndër premtimet kryesore të Kasamit kanë qenë rrugë më të mira, hapja e bulevardeve të reja, ujësjellës dhe kanalizime në shumë lagje, digitalizim të shërbimeve komunale, transport publik më të mirë, përfundimi i punëve të stadiumit të qytetit, investime në shkolla, salla sportive dhe investime në kodër të diellit.